Të gjitha falenderimet, lëvdatat, bindjet, nënshtrimet janë vetëm për Allahun e gjithë pushtetshëm. Allahun e lartë madhruar. Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili është pa fillim dhe pa mbarim. Atë falenderojmë, për ati ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje për Allahu të lartë madhruar për çdo vepre të keqe që e kryejmë me dije apo pa vedije. Atë të cilin e udhëzon Allahu i lartë madhruar në këtë fe madhështore, në këtë mirësi kaq të lartë, nuk ka askush i ta privoj dhe largoj nga kjo e mirë e madhe. Dhe me të cilin nuk zbret udhëzimi Allahu xhele xhelalu, nuk ka askush i ta drejtoj dhe orientoj për në rrugën e drejtë. Vërtetoj e dëshmoj me bindje të thellë se nuk ka hyjni tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut azza wa jall. Dhe vërtetoj e dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i biri Abdullahit, është rob dhe i dërguari i Allahut. Salavatet, selamet, përshëndetja tona më të përzemërta i dërgojmë pra mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, pra ehli bejtin, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahu i lartë madhruar na tregon në librin e tij fisnik, ku thot në surën Luqman ajeti 11, ne padyshim i dham Luqmanit hikme, urtësi, ja dham urtësin, duke i thënë, falenderoj Allahun. Kush është falenderues, ta di se e bën për të mirën e vet. Dhe kush mohon, pra është mohues, ta di se vërtet Allahu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë pra për lavdërim. Thot përsëri Allahu i gjithëpushtetshëm, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut me një frikë të vërtet, me një frikë të sinqertë, ashtu siç meriton Allahu xhele xhelalu, ti friksojeni. Dhe mos t'ju vi vdekja, mos t'ju gjej vdekja vetë se ju duke qenë në fenë e vërtet në Islam. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Dhe udhëzimi më i mirë është ai udhëzim me cilin erdhi më i miri i krijesave, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Duhet dim prej gjërave shumë të shëmtuara dhe të rrezikshme në fen ton të dashur, janë shpikjet, sajesat, risit. Duhet dim se çdo shpikje është bidat. Duhet të dim se çdo bidat është dhalale, është humbje. Dhe duhet dim se çdo humbje e shpije punuesin dhe poseduesin e saj në zjarr. Zoti na ruaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, jo më kot unë e nisa këtë ligjerat me një për ajeteve të surës Luqman, për ajetin 11, kur Allahu xhele xhelalu thot: "Wa laqad atayna Luqman al-hikma an ishkur lillah." S'ka dyshim se ne atij Luqmanit i dham urtësin, duke i thënë, falenderoj Allahun. Kush është falenderues e bën për veten e vet, për të mirën e vet. Dhe kush mohon ta di se Allahu xhele xhelalu është i vetë mjaftueshëm dhe i denjë për lavdërim. Luqman Hakimi, ose siç njihet ndryshe, i urti, shumë prej dietarëve islam ka thënë që ai nuk ka qenë pejgamber i Zotit. Një pjesë e vogël ka thënë që është pejgamber. Por mendimi më i saktë është që ai nuk ka qenë pejgamber, por se ka qenë eulia, prej euliave të Allahut. Pra ka qenë evlia, prej evliave të Allahut dhul xhelal, për të dashurve të Allahut. Dhe Allahu i gjithëpushtetshëm ja ka dhuruar urtësin, hikmetin, që sa herë që ai të flasë, të nxjerrë margaritar nga goja e tij.
Dhe thuhet kur ka qenë i shtrirë në njën e i peme, ka shkuar Xhibril alayhis salam dhe ja ka hedhur hikmetin. Në trajtën e një veshe ja ka hedhur pra urtësinë. Dhe sot ne do t'i përmendim këshillat e këtij njeriu të devotshëm, që ja ka drejtuar djalit të tij. Dhe ato s'ka dyshim duhet të jenë mësim për ne, se si ne duhet ta kalojmë jetën e kësaj bote. Sepse këshillat e Lukmanit të urtë, drejtuar djalit të tij, janë të thurura përmes ajeteve të Kur'anit. Janë të thurura përmes ajeteve kuranore nga surja Lukman, se Allahu Dhul Xhelal e ka zbritur një sure posaçërisë që e ka quajtur Lukman. Dhe ato janë plotësisht të qarta, janë jetike, janë të mjaftueshme për prindrit dhe fëmijët që të dinë të dallojnë vlerat e qëndrueshme nga ato që janë kalimtare. Lukmani i urtë ja përkujton të birit të vet se çdo vepër, e mirë apo e keqe, kudo që të jetë, një ditë ka për të dalë në shesh. Dhe Allahu Xhele Xhelalu na tregon pra në surën Lukman, kur fillon me këshillat e këtij njeriu të devotshëm, ku i thot: "Wa idh qala Luqmanu li ibni wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim." Përkujto kur Lukmani i tha të birit vet në trajtën e këshillës, duke e këshilluar: "O djali im, mos i shoqëro Allahut asgjë shok në adhurim. Padyshim se idhujtaria është pa drejtësi shumë e madhe." Pra porosia e parë, të nderuar vëllezër dhe motra, është mos i bëj shok Allahut në adhurim. Gjëja më e rëndësishme në fen tonë të dashur është njësimi i Allahut, tauhidi. Për këtë janë krijuar gjindet, njerëzit, gjithçka, për njësimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjëja e parë që niset është mos i përshkruaj shok Allahut në adhurim. Se çfarë do gjë që të bësh, Allahu të fal. Po u pendove sinqerisht. Ama nëse i bën Allahut ortak, shok në adhurim, Allahu nuk e fal, sepse është padrejtësia më e madhe. I thot Lukmani, ajo është padrejtësia më e madhe pra, të bërit shok Allahut në adhurim. Kur Allahu të krijoi, të furnizoi, të formsoi në trajtën më të përkryer nga gjitha krijesat, dhe ti i mohon gjitha këto mirësitë Allahut dhe i shoqëron Allahut shok në adhurim, kjo është padrejtësia më e madhe. Pra këshilla e parë, kjo ishte, nderuar vëllezër dhe motra. Dhe këshilla e dytë është kur i thot Lukmani birit vet, dhe Allah e përmend në librin e tij Fisnik: "Ne e kemi urdhëruar njeriu që t'i nderoj prindrit e vet. Nëna e tij e ka mbartur atë në barkun e saj, duke duruar mundim pas mundimi. Dhe ndarja e tij nga gjiri është brenda 2 vitesh. Pra, në Islam duhet që nëna ta ushqejë fëmijën me gjë 2 vjet. Pastaj s'ka problem. Ne i tham atij, bëu falënderues ndaj meje dhe prindve tu, dhe tek unë do të kthehen të gjithë." Lukmani tani tregon të birit vet, të nderuar vëllezër dhe motra, se detyra parsore që ka njeriu mbas adhurimit të Allahut të gjithë pushtetshëm, mbas njësimit të Allahut të gjithë pushtetshëm, është respektimi i prindërve. Ti respektosh prindrit. Kjo është porosia e Allahut për njerëzin, duke ja treguar dhe arsyen pse e bën këtë
dhe etikën e sjelljes me prindrit. Dhe prap në fund të kësaj e lidh me besimin në botën tjetër, duke munduar që edukata të jetë e bazuar tek imani në Allahun Dhul Xhelal në botën tjetër, ku tha: "Dhe dijeni se tek unë do të ktheheni dhe unë do t'ju lajmëroj për çfarë keni bërë." Pra gjithë do kthehemi tek Allahu Dhul Xhelal. Dhe Allahu gjithë secilin do ta njoftoj se për çfarë ka bërë. Ndërsa në këshillën e tretë, Lukman Hakimi e këshillon birin e vet ku thot: "O djali im, edhe veprën e rend sa kokra e sinapit, është një fare vogël, shumë e vogël, pra sinapi. Pra dhe vepra e rend sa kokra e sinapit, në qoftë se ndodhet në një shkëm, në qie apo në tokë, ta di se Allahu do ta nxjerrë në shesh. Allahu do ta nxjerrë në pah, në shesh. Me të vërtetë Allahu një e mirë çdo imtësi dhe i di të gjitha fshehtësitë." Lukman Hakimi e këshillon djalin që të kujdeset mirë për veprat e tija. Sepse qofshin ato të mira apo të këqija, të vogla apo të mëdha, në shkëmb apo në qej apo në tokë, një ditë do të dalin në shesh përpara të gjithë pushtetshmit. Çdo vepër që e ke bërë në jetën e kësaj dynjaje, s'ka dyshim se do ta gjesh në ditën e gjykimit. Si thot Allahu i gjithë pushtetshëm në surën Zelzele: "O me ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, o me ya'mal mithqala dharratin sharran yarah." Pra, gjithë secili, nëse do ta veproj një vepër të mirë, qoftë ajo sa grimca e atomit, akoma më e vogël se sa sinapi që përmendëm, do ta gjej atë. Edhe e kundërta, nëse vepra është e keqe, sa grimca e atomit, do ta gjej atë. Shikoni si fillojnë këshillat e Lukmanit. "Me o djali im, ja buneje", duke tërhequr vërejtjen, duke ja tërhequr vërejtjen, që t'i friksohen krijuesit të gjithësisë. Dhe ta dinë se gjithmonë kur do herë janë në vëzhgimin e Allahut të gjithëpushtetshëm. Për çdo vepër që e bëjnë. Dhe ajo nuk mund t'i ikë Allahut. Sido qoftë ajo, sepse Allahu tham i di fshehtësitë. Ndërsa këshilla e katërt i thot Lukmanit të birit vet: "Ja buneje, o birim, fale namazin. Kryeje namazin. Urdhëro për të mirë. Ndalo nga e keqja dhe bëu i durueshëm për çfarë do gjeje që të godet." Me të vërtet, ky është thelbi i patundur i të gjitha punëve. Pra, fale namazin. I kujtojnë rëndësinë e madhe që ka namazi në fen tonë. Djalit vet. I kujton rëndësinë që namazi është shtylla e fesë, kupola e fesë islame. Pastaj i kujton urdhrimin për të mirë. Urdhrimin për të mirë. Ti urdhroj njerëzit, i mësoj njerëzit ka e mira, që të bëjnë vepra të mira. I mëson që t'i largohen të keqes. Ta anashkalojnë të keqen, sepse e keqja është shumë e dëmshme. Dhe pastaj e këshillon që të bëhet i durueshëm. Të ketë sabër, të ketë durim, sepse ky është thelbi i të gjitha punëve. Pastaj e këshillon Lukmani djalin e tij ku i thot: "Mos i trajtoj njerëzit me nënçmim. Njerëzit mos i nënçmo. Dhe mos hec në tokë me mendje mallësi. Se Allahu nuk i do mendje mëdhenj." Dhe burracakët. Mos hec në për tokë me mendje mallësi. Pa hec me përulësi, me urtësi,
me fytyrë të qeshur. Pra mos hec në tokë me mendje mallësi, thotë i gjithë pushtetshmi. Se në të vërtetë nuk mund ta çash tokën. Edhe as nuk mund t'i arrish lartësinë e maleve. Sot shohim njerëz ne që ecin duke u tundur, duke u shkundur. Edhe më e keqja edhe kur vinë në xhami në shtëpinë e Allahut, Zot na ruaj. Musliman vjen në shtëpinë e Allahut duke u tundur, duke u krekosur. Allahu Ekber, ç'është kjo vëllezër dhe motra të dashur? Ç'është kjo ignorancë e theksuar? Muslimani do të jetë sa më i urtë, sa më i butë, sa më i thjeshtë, sa më i përulur ndaj Allahut gjithëpushtetshëm. Me kë po tregon kryenësi? Me krijesat e Allahut, me vëllezërit e tu dhe motrat e tua besimtare. Ku po e tregon kryenësinë në xhamin në shtëpinë e Allahut, që është ndërtuar vetëm për adhurimin e Allahut një të vetëm? Kur Allahu thot, mos ec nëpër tokë me mendje mallësi. Se ti je i ulët, je i dobët, as kodrat nuk mund t'i çash. Tokën nuk mund ta çash, as malet nuk mund t'i arritësh ti. Për njeriu na vetë mendja e tij është mendje lehtë. Edhe njerëzit mos i nënshmo. Respektoj. Afroj. Dëgjoj. Këshillo me ta. Mos i nënshmo. Dhe në fund pra Lukmani i urtë e këshillon djalin e tij ku i thot ec me kujdes dhe i përmbajtur. Dhe mos fol me zë të lartë. Fol me zë të ulët. Se vërtet zëri i lartë dhe i vrazhd është zëri i gomarit. Pra këto janë citate nga libri fisnik pra Kurani famlart, janë këshillat që Lukmani i urtë ja jep djalit vet. Dhe te këshilla e fundit, siç tham, Lukmani i urtë e urdhëron të birin e tij që të jetë i matur në ecje, të jetë i thjesht, mos të jetë grykës duke folur, që të jetë ai gjithmonë në qendër të vëmendjes, vetëm ai të flasë e tjerë të eshtit të dëgjojnë atë. Pra të jetë i matur edhe në foljen e tij. Jo me zë të vrazhd, me zë të lartë. Se na i dha Allahu shembullin se zëri i vrazhd dhe zëri i lartë është zëri i gomarit. A i shini këto këshilla të nderuar vëllezër dhe motra, sa të arta, janë këshilla që Lukmani i urtë kërkon t'i bëj me dije djalit tij që zbatoj këto këshilla o djali im, se këto kam për ta lehtësuar jetën e kësaj bote. Do ta bëjnë jetën e kësaj bote shumë të lehtë dhe shumë të thjeshtë. Dhe do të jenë garantues për jetën që do të vijë më mbas, që është më e rëndësishmja, pra ahireti, bota tjetër. Prandaj lut Allahun na bëjnë për atyre të cilët i zbatojnë këto këshilla. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. E themi këtë fjalë dhe kërkojmë falje për Allahun, për ju dhe për mua, me të vërtetë Allahu është falës i madh dhe mëshirues. Elhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, i cili është një i vetëm. E falenderojmë Allahun e gjithëpushtetshëm për mirësinë e madhe që na ka bërë musliman. Dhe paqet dhe bekimet e Allahut Xhele Xhelalu qofshin i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Lukmani i urtë, të nderuar vëllezër dhe motra,
Lukman Hakimi, përveç djalit e tij, ka këshilluar çdo njeri që e ka hasur në rrugën e tij. Pra ka qenë njeri, siç thamë në ligjëratën e parë, që nxirrte margaritar nga buzët e tij. Pra nxirrte margaritar. Sa që kur e ka parë një person, sepse thuhet që ka qenë me ngjyrë të zezë dhe i ka pas buzët e trasha. E ka parë një person dhe është habitur nga fizionomia e tij dhe i ka thënë, pse e më shef si habitur? Apo i shef buzët e mia të trasha? Por në këto Allahu Dhul Xhelal më ka bërë që të dalin margaritari, të dalin fjalë të urta, dobishme. Pra, përveç djalit të tij, çdo njeri që e ka hasur në rrugën e tij e ka këshilluar. Ka nxjerr perra nga goja e tij, që sot përmenden, janë përmendur dhe do të përmenden derisa kjo botë të mbarojë. Do ta mbyll me një këshill të fundit që ja ka dhënë djalit të tij, ku i ka thënë: "O djali im, mos rri me njerëz të prishur dhe mos u shoqëro me ta." Çfarë këshilla i ka dhënë? Friksohu. Pse? Se po i godet ata ndonjë dënim nga qielli. E të përfshin dhe ty dënimin bashkë me ta. Djali im, rri me njerëz të hajrit, të dijshëm, të dobishëm, dhe shoqërohu me ta, se ndoshta zbret mëshirë për Allahu të gjithëpushtetshëm dhe të përfshin dhe ty. Shihni sa e rëndësishme, nderuar vëllezër dhe motra. Dhe kot pejgamberi jon i dashur sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadith të saktë: "El mar'u ala dini khalili." Pra njeriu është në fen e shokut vet. "Falyanzur ahadukum man yukhalal." Pra le të shikoj gjithë secili prej jush se kë e bën shok. Pra, si ta ketë edukatën shoku që rriti me të, edhe ti do jesh ashtu. Zot na ruaj. Prandaj zgjidh të devotshmit, zgjidh të mirët, zgjidh të urtët, mos zi të këqinjt, shkatrimtarët, maskarejnë, kriminalat, hajdutët, keqbersit, se zbret dënimi i Zotit tek ai në këtë dynja dhe të zemrën e ty. Po zgjidh shoqërinë e hajrit, shoqërinë e mirë, se zbret mëshira e Allahut gjithëpushtetshëm dhe të përfshin dhe ty mëshira e Allahut gjithëpushtetshëm, mëshira për të cilën gjithë secili prej nesh ka nevojë. Prandaj s'dua të zgjatem shumë, nderuar vëllezër dhe motra, lut Allahun e gjithëpushtetshëm me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij të përsosura absolute, na bëjnë besimtar të devotshëm, na bëj për atyre të cilët shoqërojnë me njerëz të mirë, na bëj për atyre të cilët Allahu i gjithëpushtetshëm është i kënaqur. E lutim Allahun që ahireti të jetë motoja jon, të jetë ai shqetësimi jon, përpjekja jon. E lutim Allahun të ndihmoj muslimanët dhe muslimanët mbar botën që janë, skamnorët, nevojtarët, sidomos vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë, në Sudan, kudo që janë ata. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi athhar wa tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahhar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah